Kryeministri Edi Rama kërkoi shqiptarëve të Athinës t'i bashkohen përmes votës së tyre më 11 maj, atij që e quan moment historik për të vulosur marrje në duar pasaportës europiane. Me votat tuaja ne duam të vrapojmë së bashku për të realizuar më në fund ëndrrën shekullore të shqiptarëve që të jenë pjesë e Europës. Pasaporta shqiptare Bashkimit Evropian, tha Rama, do t'i jap fund pritjes së tyre për dokumente greke, duke i trajtuar si të barabartë mes të barabartëve në të gjithë kontinentin evropian. Pasaporta kuqezi që ju do të keni të gjithë në dorë, do t'jetë mjaftueshme dhe do t'jetë njësoj e barabartë me pasaportën greke, që nuk do ju duhet më fare. Për këtë, tha kreu i qeverisë mes shqiptarëve të Athinës, më 11 maj të gjithë duhet të zhvishen nga ngjyrat partijake dhe të veshin ato kuqezi. Sot jemi në një situatë ku kohë e dur dhe vendi i dur është ky. Në histori, nëse ajo derë mbyllet, gjërat mund të marrin vite e vite të tëra. Në 91-92-shin, vajtën dhe mbështetën Partinë Demokratike masivisht, sepse ishte një takim me historinë, për të mbyllur një herë mirë kapitullin e një historie të dhimbshme dhe për të ndarë një herë mirë nga një sistem i vjetër duke përqafuar një sistem të ri. I kërkoi që votën e tyre të mos e çojnë dëm për forcat e tjera politike. Po sikur papritur e pakujtuar, atyre t'ju rishfaqet bufi i krenetës në një llumë që e ka penguar Shqipërinë dhe i ka penguar shqiptarët për kaq e kaq shumë vite. Dhe atë bufin në Tiranë ne nuk e kemi trashëgimi nga qytetërimi ynë i vjetër, por ne e kemi peshqesh nga diktatura komuniste. Për këta të fundit, kreu i qeverisë dha edhe një tjetër arsye, përse sipas tij duhet të refuzohen me votë. Të gjithë këta me bufin edhe me dashurinë time Lulin, bashkë me këta shitësit e vegjël të qilimave, të gjithë këta ishin armiq të betuar të reformës në drejtësi. Nga Athina, opozitën e ironizoi duke thënë se ka gati edhe skenarin e humbjes. Shikonin datën 11 në darkë bufi knetës do thot fitore. Në datën 12 mbasdite do shikoni që nga këneta do fry ajo era dhe pastaj në 13 në mëngjes do denoncohet vjedhja më e madhe në histori e votave. Athinës zyrtari kërkoi të mos bllokojë negociatat tashmë që çështja Beleri, që ngriu përkohësisht marrëdhëniet me qeverinë greke, është tejkaluar. Sot ajo çështje që ka përcyer, ne jemi në marrëdhënie shumë pozitive me kryeministrin Mitsotakis edhe me qeverinë e tij. Greqisi kujtoi se ka në tryezë edhe kërkesën e Shqipërisë për të hequr ligjin e luftës, një absurd sipas kryeministrit Edi Rama, i cili në takimin me shqiptarët e Athinës dha edhe lajmin që shpejt do të ketë edhe një aplikacion ku emigrantët të mësojnë gjuhën shqipe.